Një tjetër aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje është zhvilluar ditën e sotme në zonën turistike të Shirokës. Fadromat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit ndërhyjnë për prishjen një ndërtese dy kaçe që rezulton pa leje ndërtimi, e cila ka funksionuar prej shumë vitesh si restorant. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë ditën e sotme në zonën turistike të Shirokës për të prishur një ndërtim dy katësh i cili rezulton i ndërtuar pa leje. Në mbështetje të këtij aksionit ishte dhe policia e rendit, gjithashtu dhe ajo bashkiake. Në mbështetje të IKMT-s ishin dhe forcat e policisë, ndërsa nuk pati kundërshtim nga ana pronarëve të këtij objekti për prishjen e ndërtesës. Ndërsa njëkohësisht në Shirokë u ndërhye edhe për prishjen e shtesave të objekteve nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit. Aksionet e sotme pritet të shtrihen edhe në ditët në vijim, me fokus shlerimin e hapësirave publike dhe vendosjen e rregullit në një nga pikat më të frekuentuara turistike të Shkodrës.